Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e Radio-Televizionit Publik të Korçës në Pak nga të gjitha. Vetëm pak ditë më parë, qyteti i Korçës u bë qyteti mikpritës si të rinjve i mendjeve të bukura të matematikësve të rinj, të cilët u bën bashkë në një olimpiadë në nivel ndërkombëtar. Unë kam kënaqësinë që të përcjell emocionet e ndarjes së çmimeve, emocionet të cilat i ndoqin nga afër kolegja e Departamentit të Informacionit Eftiola Fili, dhe menjëherë do të kthehemi me disa prej studentëve shqiptar të cilët ishin pjesëmarrës në këtë olimpiadë. Ndjekim materialin, kthehemi pas pak. U zhvillua në Korçë ceremonia e ndarjes së çmimeve të Olimpiadës së 19 ballkanike studentore të matematikës, e cila u organizua për herë të parë në Shqipëri me pjesëmarrjen e 111 studentëve nga 27 universitete të vendeve të rajonit. Studentët pjesëmarrës u testuan në njohuri të avancuara matematikore, duke sfiduar njëri tjetrin në një konkurs të nivelit të lartë akademik. Në këtë olimpiadë u nderuan me medalje 70 student, prej të cilëve 11 u vlerësuan me medalje të artë, 23 me medalje argjendi dhe 36 me medalje bronzi. Ky event u organizua nga Universiteti Fanstilianoli në bashkëpunim me Shoqatën e Matematikës së Evropës Juglindore dhe Shoqatën Shqiptare të Matematikës. Mirë, jemi rikthyer për t'i njohur nga afër disa prej matematikësve të rinj të cilët ju bashkuan kësaj olimpiade, për t'u njohur natyrisht me qëllimin e pjesëmarrjes së tyre, por natyrisht edhe me emocionet që përcjell një olimpiadë ndërkombëtare që ka bërë bashkë të rinj nga vende të ndryshme, kryesisht të Europës Juglindore, sepse kjo është në fakt një olimpiadë e zhvilluar për të 19 vit radhazi dhe është fat që është zgjedhur në Shqipëri qyteti i Korçës për të zhvilluar. Prezantojmë menjëherë grupin e parë të studentëve. E nisim nga Ester Koço. Ester, mirë se erdhe. Mirë se ju qeta. Ester, studente për inxhinieri informatike në vitin e parë. Kjo është një degë që u hap këtë vit për herë të parë në Korçë, në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës, dhe ne jemi studentët e parë, pra brezti i parë i studentëve që ka fatin të studiojë në këtë degë kaq prioritare për kohët tonë. Në fakt me drejtuesit e Universitetit Fanoli kemi diskutuar vazhdimisht për këtë degë, e cila është përqafuar menjëherë me të rinj ekselent nga shkollat e mesme, të cilët natyrisht tashmë po marrin dijet e tyre në këtë degë, e cila është absolutisht edhe një nga degët aktualisht më të kërkuara në treg. Po prezantojmë menjëherë inxhinierin tjetër të ardhshëm, është Redi Yzellari. Redi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Edhe ti pjesëmarrës në këtë olimpiadë ndërkombëtare, student në vitin e parë inxhinieri informatike. Kanë kaluar tashmë, keni kaluar atë fazën e vështirë, semestrin e parë, si je me emocionet e një studenti të ri? Duke qenë se isha dhe viti i parë, ishte një eksperiencë e mirë deri në këtë momente. Përvojë e bukur. Përvojë e bukur. Domethënë, fillimi i parë një hapi të ri në karrierë duke nisur universitetin. Dhe një mundësi shumë e mirë për të bërë pjesë, pse jo, edhe një event i kaq të rëndësishëm siç ishte kjo olimpiadë. Po, siç ishte edhe kjo olimpiadë ndërkombëtare. Ndërkombëtare. Dhe inxhinieria tjetër e ardhshme është Irina Bicka. Irina, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjej. Dhe unë jam një studente e inxhinierisë informatike dhe jam shumë e lumtur përsëri që u hap kjo degë këtu dhe kam mundësinë që të qëndroj në vendin tim. Edhe pranë familjes për të studiuar. Vështirësitë e para si studente një, pastaj flasim për olimpiadën. Në fillim ishte pak e vështirë sepse një hap i ri, një shkollë tjetër, çdo gjë do të ndryshonte, por me kalimin e kohës, pasi kaluan 1 apo 2 muaj, u përshtatëm dhe me pedagogët, dhe me mënyrën e mësimdhënies dhe me gjithçka. Dhe është një nga përvojat e para edhe për universitetin, që ka një binjakëzim me Universitetin e Tiranës, kështu që është një shans dhe një mundësi shumë e mirë edhe për ju. Po ndërkohë ju jeni bërë pjesë e një olimpiade ndërkombëtare e cila zhvillohet për të 19 vit radhazi dhe keni patur mundësi të konkuroni me bashkëmoshatarët tuaj, me studentë që vinin nga vende të ndryshme të Europës Juglindore. Më thoni pak emocionet që keni përjetuar, sepse ne sapo ndoqëm edhe çmimet që janë ndarë një numër i konsiderueshëm çmimesh, që sigurisht varionin me tituj të ndryshme, me medalje ari, me medalje argjendi dhe bronzi. Si jeni ndjerë Redi? Mirë, do ma thënë, ishte ere parë që merrin pjesë në këtë olimpiadë
kaq të madhe, domethënë për masa me nivel ndërkombëtar. Dhe ishte një eksperiencë e bukur, domethënë të konkurroj me studentë të tjerë jashtë vendit tonë. Kryesisht bashkëmoshatarët tuaj ishin në të njëjtën moshë, ishin gati të Pak njëjta ashtu në det periudhën e universitetit, kryesisht studionin fushat e matematikës dhe të informatikës. dhe të informatikës. Pra deri diku e gjetët themi atë kodin e gjuhës, kodin e përbashkët të gjuhës. Ju vinit nga eksperienca olimpiadash, nga shkolla e mesme? Në fakt nuk kemi marrë pjesë në këto olimpiada me përmasa kaq të mëdha. Thjesht olimpiada domethënë kryesisht brenda qytetit. Brenda qytetit dhe brenda shkollave. Shkollave. Ju vini nga cila shkollë mesme? U vi nga shkolla e mesme Gjesh Pekmezi në Pogradec. Nga Pogradec, se është një gjimnaz me emër që kanë nxjerrë në fakt dhe në olimpiada, paktën më kujtohet tek olimpiada e njohur Roke Shkencën, edhe kjo që organizohet nga Universiteti Fanoli, kemi pasur nxënës nga ky gjimnaz që kanë fituar edhe çmime të mira në lëndë të ndryshme. Megjithatë, ju ishe thjesht në kuadrin e olimpiadave brenda shkollës ose pse jo edhe brenda territorit të Shqipërisë. Po. Ester, cila është trajektoria që ndjek një student për të bërë pjesë e një olimpiade? Pra, përpara se sa të bësh pjesë e një olimpiade, duhet të plotësosh disa kritere apo duhet të ndjekësh një parapërgatitje të mirë, serioze të themi? Po patjetër, atëherë ne të tre dolëm me rezultate ekselente nga provimet e sezonit të parë akademik. Kështu që e në privilegji, si thuash, që të bëheshim pjesë e kësaj olimpiade me përmasa kaq të mëdha. Kemi punuar me profesorët, ata na kanë darë materiale ku ne të pasoheshim, të përshëndroheshim, pra teza të rëna nga vitet e mëparshme që ne të familiarizoheshim edhe me ushtrimet që mund të kishte olimpiada. Kam një pyetje, kuriozitet, ndoshta edhe për teleshikuesit, duke qenë se ishte një olimpiadë ndërkombëtare, teza ishte përgatitur në anglisht? Po, anglisht. Pra do thotë duhet ishit edhe njohës të shkëlqyer të kësaj gjuhe për të orientuar me ushtrimet, apo jo? Po. Kryesisht ushtrimet, pra ju konsultoheshin me pedagogët përpara se sa kohë ju desh përgatitja? Rreth 2 javë. Rreth 2 javë. Ishim mjaftueshëm 2 javë? Jo dhe aq, por ne përgatitëm më intensivisht se zakonisht. 2 javë ishim kryesisht të fokusuar vetëm tek olimpiada. Vetëm tek olimpiada. Pra, kriteri i parë ishte që ju duhet kishit përfunduar semestrin e parë me nota kryesisht në notat e fushës matematikës dhe të algebrës, me të cilat lidhet dhe olimpiada. Matematika dhe algebra. Irin, ka ndonjë diferencë mes, të themi, matematikës që studion një student që është mirëfilli matematik, informatik ose matematik fizik, me matematikat që ju studioni për inxhinjeri informatike? Po, ka dallim, sepse ne studentët e inxhinjerisë nuk i marrim teoremat shumë të thella, po ne i marrim më tepërsi të mirëqenia, pra nuk shkojmë në vërtetimin e tyre, ose dhe ne i marrim në një periudhë më të shkurtër kohore, pra nëse ne një semestër i mbarojmë të gjitha temat, atëherë studentët e matematikës i bëjmë pak a shumë për një vit të gjitha këto tema. Ne jemi më tepër të fokusuar te pjesa e informatikës, duke qenë se jemi dhe inxhinieri informatike, por padyshim që dhe matematika ka rëndësishmërinë e saj në Stiland. Por përsëri nuk ju krijoi kjo probleme, themi, në zgjidhjen e ushtrimeve në olimpiadë? Po, se duke qenë se ishim dhe viti i parë, ne nuk është se kishim në matematikën që ne bëjmë, duke qenë se kishim bërë vetëm analizë matematike 1 dhe ushtrime donin domethënë informacione më tepër, diçka që ne nuk është se i kemi marrë në aq periudhën në një semestër që ne kemi bërë mësim. Megjithatë ju guxuat dhe bët pjesë. Po. Për ne kishte shumë rëndësi rrugtimi dhe jo destinacioni, pasi ishte një eksperiencë që nuk të vjen 2 herë në jetë. Unë kam një pyetje, dijet që ju merrni, mendoni që duhet jenë monopoli juaj apo duhet jenë dije që duhet të ndahen me të tjerët? Dijet që merrni. Pra, qoftë edhe në fushën e matematikës. Po, pa patur baza të mira matematike nuk mund të bëhesh dot një inxhinier i sot. Më pas matematika është një deg që lidhet dhe me fusha të tjera, si me biologjin, kimi, fizik. Pra matematika është kudo. Kudo. E shihni kudo matematikën? Po patjetër, sidomos në fushën informatikës ku jemi dhe ne, bazat e të mira të matematikës të ndihmojnë në një
të tezës më përpara në fushën dhe të informatikës. Dhe të informatikës. Dhe pikërisht për këto dije që ju merrni e kisha fjalën, pra preferoni t'i mbani monopol për vete apo t'i ndani edhe me të tjerët? Pra të ndani këtë lloj përvojash që fitoni, qoftë edhe këtë përvojën e Olimpiadës. Si e shihni, më të arsyeshme? Ha, Ester. Po, ajo certifikat që ne morëm nga pjesëmarrja në Olimpiad mund të na hap shumë tyre në rrugtimin ton akademik, dhe pse jo mos bëhet një pjesë e rëndësishme e CV-s ton, kur nesër pas nesër mund të paraqitemi në një vend pune. Kjo është një nga arsyet pse një student duhet marrë pjesë në Olimpiad, apo ka dhe arsye të tjera? Në rast të parë është përvoja akademike, por edhe rrugtimi dhe eksperienca që fiton, duke qenë se ne shkëmbym kontakte me shumë studentë, çka mund të shërbejë edhe për një përvojë Erasmus në vitet e tjera të studimit. Në nivelin tjetër të studimeve. Po. E di si e mendon ti? Edhe unë ashtu mendoj, Olimpiada të hap shumë mundësi të tjera, përveç njohjes të studentëve të tjerë, krijimi i kontakteve me ta. Gjithashtu është edhe një mundësi e mirë pse jo për të provuar edhe veten me dijet e tua në fushën e matematikës. Mund t'i paraqitesh shumë mirë në këtë Olimpiadë. Irin, ti pak më përpara e shpreve shqetësimin që ne bëjmë edhe matematika ndoshta jo kaq të thelluara sa degët e tjera të fakulteti, po pasi përfundoi Olimpiada, si e ndjeve veten? Pra nëse duhet t'i vije një notë vetes tënde pas përfundimit të tezës. Pas përfundimit të tezës, duke qenë se siç e thashë që informacione që ne nuk është se kemi hyrë shumë, u përpoqa thjesht, domethënë kisha kënaqësinë që mora pjesë në ato Olimpiadë, arrita të tregoja diçka për veten dhe pavarësisht se nuk do të arrija një rezultat shumë të lartë përsëri, rëndësi në fund ka eksperienca që ne morëm, ne arritëm që të mësonim dhe për mënyrën e mësimdhënies nga vendet e tjera, siç ishte Greqia apo Rumania, dhe ne mund të kemi dhe mundësi për të ndjekur masterin më pas jashtë shteti apo duke krijuar kontakte tona për të ardhmen. Për këtë, po dua tani të ndalem pak tek ndërtimi i tezës. Pra si ishte formuluar ajo? Si ishte niveli i ushtrimeve? Sa mund do t'ju ta përballoni? Niveli i ushtrimeve ishte i lartë, si në çdo olimpiadë, nuk mund të them që ishin të thjeshta. Mund të them që e nisa ushtrimin, arria deri në një pikë, por më pas arrinte që komplikohej dhe nuk është se mund të çoja deri në fund një ushtrim të plotë. Ti di si e vlerëson veten, domethënë deri ku arritet të shkoje me tezën e Olimpiadës? Domethënë unë përpoqja domethënë me ato dije që kisha të provoja të zgjidhja ato ushtrimet. Duke qenë dhe të gjitha ushtrimet i quam deri në një farë pike. Deri në një farë pike. Të gjitha apo kishte ushtrime që e lac stilolapsin dhe e bratis? Jo, munduan t'i provonim të gjitha. Të gjitha, Ester? Kishte një olimpiadë ku unë testova limitet dhe aftësitë e mia të menduarit kritik të logjikës, duke qenë se ato ishin ushtrime që kërkonin një nivel të lartë përgatitjeje. Unë u përpoqja që t'i zgjidhja të gjitha ushtrimet, të vija në zbatim logjikën përtej asaj që ne bënim në shkollë dhe për mua rëndësi ka përpjekja. Nëse do duhet i kategorizosh ushtrimet, si vinin ato? Atëherë ishin gjithsej 4 ushtrime dhe ne kishim 5 orë kohë, pra kjo që tregon që ato ishin ushtrime shumë të avancuara. Ishin 2 ushtrime nga lënda algebrës, 2 ushtrime nga lënda analizës matematik, duke qenë se ne në vit parë nuk e kemi përfunduar lëndën e analizës, sepse kemi edhe këtë semestër. I kishim një uri pak të cunguara, që na pengoi të zgjidhnim deri në fund ato ushtrime të lëndës analizës. Po, ndërkohë përpos përgatitjes, para përgatitjes për të hyrë në një olimpiadë, a u lëmtoni, a ka programe enkas që i ndihmojnë studentët që punojnë edhe vetë në mënyrë, pra më vetësisht për të zgjidhur, sepse sot teknologjia ka avancuar dhe nuk e di se sa ju ndihmon kjo. Ne faktikisht nuk u përgatitëm si grup, por përgatitëm individualisht me ato teza që kishim. Sigurisht kishim edhe një përgatitje autodidakte, le të thuash, ku secili u lëmtonte vetë, sepse gjithkush ka atë mënyrën e vetë se si zgjidh tezat, si zgjidh ushtrimet. Kështu që secili përja të përgatitjen e vetë në shtëpi. A ballafaqonit ushtrime të ndryshme tek të cilat hasnit vështirësi?
me njëri tjetrin apo secili vazhdon me njëri tjetrin. Jo, diskutoni me njëri tjetrin. Diku do një pengesë jashtëm tek do një ushtrim. Konsultoheshim duke marrë mendimet e njëri tjetrit. Mundet ta ndajmë me publikun cilat janë ushtrimet që konsiderohen të një niveli shumë të vështirë në një olimpiadë? Kryesisht çfarë lëndë janë? Kryesisht përbohen nga lëndët e analizë matematike dhe dhe të algebrës. Kryesisht ato ishin ushtrime që kërkonin një nivel më të lartë arsyetimi, kishin të bënin me vërtetimin, domethënë të provonim ushtrimet. Ju vini nga shkollat e mesme dhe unë nuk e di nëse Ester vjen nga përvoja nga olimpiadat të ndryshme të shkollës së mesme? Ke qenë pjesëmarrëse? Nuk kam qenë pjesëmarrëse në Olimpiadën e Rokës Shkencën, por kam qenë pjesëmarrëse në shkollën fillore në Olimpiadën Kangaroo dhe në Olimpiadën Udha e Shkronjave. Që atëherë nuk kam marrë pjesë. Janë dy përvoja shumë të veçanta, po. Si kanë qenë rezultatet? Të kënaqshme deri diku? Po, të kënaqshme kanë qenë. Nëse do t'ju duhet të rinë të krahasoni kurrikulën e shkollës së mesme me kurrikulën akademike, cili është ndryshimi? Ka ndryshim dhe kjo vjen sepse kurrikula në gjimnaz është shumë e thjeshtë se sa ajo e universitetit. Por unë në gjimnazin ku kam qenë kam bërë dhe matematikën e avancuar në vit të tretë. Në gjimnazin Themistokli Gërmenji. Po. Në vit të tretë kam bërë dhe matematikën e avancuar dhe çfarë kam bërë në matematikën e avancuar ishin kryesisht ato që më ndihmuan për të arritur dhe rezultatet e larta në universitet. Dhe përgatitja që kam marrë në gjimnaz, pra formimi që kam marrë në gjimnaz në lëndën e matematikës ka qenë vërtet shumë i nevojshëm për universitetin. Ndjeje që duhet të ngjisje shumë shkallë? Në lëndën e matematikës jo, duke qenë se dhe matematika ka qenë një nga lëndët e mia të preferuara si në gjimnaz ashtu dhe në universitet dhe puna që kemi bërë në gjimnaz me profesorin e matematikës ka qenë, domethënë jemi fokusuar te të gjitha dhe në universitet nuk isha boshllaqe për të cilat duhet që të punoja vetë. Nuk e ndjeje këtë problem, nuk e kishe këtë problem. Mirë, ne do ta ndërpresim për pak momente bisedën dhe do të ndjekim tani një intervistë që kolegja e Ftiola Fili ka realizuar me profesor doktor Lorenz Ekonomin, rektori i Universitetit Fanoli të Korçës, i cili natyrisht ka ndarë me teleshikuesit e ekranit ton mendimet dhe opinionet e tij për organizimin e kësaj olimpiade, e cila zhvillohet për herë të parë në qytetin e Korçës, pra një olimpiadë e nivelit ndërkombëtar. Ne ndjekim dhe rikthehemi me të rinë në studio. Kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme për universitetin tonë. Ne kemi një departament të fuqishëm të matematikës dhe Korça ka një traditë të madhe në matematikë historike për vendin tonë. Kështu që e kishim me shumë kënaqësi që ta organizonim sa më mirë këtë olimpiadë dhe ja arritëm qëllimit. Sot sapo ndam çmimet dhe besoj se deri tani ka shkuar çdo gjë shumë mirë. Falenderoj të gjithë faktorët që ndihmuan, pjesëmarrësit, profesorët e tyre që i mbështetën dhe theksoj që ata arritën rezultate të mira. Ata duhet ta dinë që rruga në matematikë tani sapo ka filluar për ata. Është një rrugë e gjatë, e vështirë, do shumë punë dhe këmbëngulje të mëdha. Por matematikën kur i bën të gjitha këto, atëherë e shijon. Një eksperiencë e bukur për studentët, po kjo ishte një vlerë e shtuar për universitetin për rritjen e bashkëpunimeve mes universiteteve të rajonit në çështjen e ndërkombëtarizimit. Ishte një diçka shumë e mirë, kjo na bën të reflektojmë për disa gjëra të tjera. Për shembull, ne mund të apim një degë të matematikës në anglisht. Dhe në këtë mënyrë, duke qenë që kemi një rajon që është interesuar për të studiuar matematikën, ne mund të tërheqim studentët të huaj, të cilët të studiojnë matematikën nga ne. Dhe besoj se është një gjë që ne mund t'ja arrijmë. Shërbeu kjo olimpiadë për të krijuar lidhje marrëdhënie me universitetet e tjera? Patjetër. Edhe brenda Shqipërisë merrin pjesë disa universitete, po dhe këta që morën pjesë janë patjetër partnerët tanë të ardhshëm. Të kënaqur nga rezultatet e studentëve tanë? Jo. Duhet punë më shumë, duhet të ndryshojë qasja ndaj matematikës, edhe programet e shkollave tona që kemi në matematikë do të ndryshojnë, të forcohet matematika. Ka qenë më mirë më parë. Po një eksperiencë që do të vlejë edhe për organizime tjera, besoj. Patjetër. Ne tani ja morëm dorën edhe mund të vazhdojmë edhe me olimpiadat të tjera, sepse janë disa lloj olimpiadash në Ballkan që zhvillohen për studentët, ka dhe të tjera kategori që kryejnë këto olimpiada.
dhe mund të vazhdojmë tani se kemi problem. Mirë, ne jemi rikthyer me të rinjtë dhe sigurisht që do të vazhdojmë të diskutojmë e të ndajmë mendime për sa i përket kurrikules akademike. Nuk e di se për kaq muaj se ju studioni, çfarë keni vënë re, çfarë është e nevojshme të ndryshojë në kurrikulin akademike apo qoftë edhe në kurrikulin e shkollës së mesme. Ester? Puna e pedagogëve tonë është një punë e palodhur, ata sigurojnë që ne mos kemi asnjë boshllëk në asnjë ushtrim. Ushtrimet që punojnë janë ushtrime të një niveli të mesëm, por siç thashëm përpara, ata sigurojnë që ne mos të krijojmë boshllëqe. Edhe ne aktivizojmë shpeshherë në lëndët e tyre. Më shumë hapësirë për përmirësim ka kurrikula e gjimnazit, sepse tekstet duhet të kenë ushtrime më të avancuara. Pashtu, nëse të krahasoni me kurrikulat e viteve të mëparshme, sigurisht që disa tema janë hequr dhe nuk zhvillohen në mënyrë aq të thelluar sa më përpara. Dhe kjo gjë krijon boshllëqe kur një nxënës transferohet nga gjimnazi në universitet, më pas ai detyrohet që të ndjek disa kurse për të mbushur këto boshllëqe, por nga ana tjetër, siç e dim, këto kurse kanë edhe kostot e tyre financiare. Dhe kostoja tjetër është, a do të keni kohën e mjaftueshme për të arritur? Irin, si mendon, çfarë duhet të ndryshojë atëherë në kurrikulin e shkollës së mesme? Në kurrikulin e shkollës së mesme janë shumë tema që janë hequr dhe ne i ballafaqohemi me njëherë në universitet me ato tema. Në rast se do të kishim mundësi që të shpjegoheshin gradualisht në gjimnaz, atëherë do të ishte një më mirë. Por janë dhe librat, kryesisht librat që ne përdornim në gjimnaz janë libra të huaj, nga autorë të huaj, që janë libra të përkthyer. Dhe ata ndoshta procesi i përkthimit ka dhe procesi i përkthimit ka defektet e veta dhe ushtrimet janë relativisht të një niveli tjetër në gjimnaz, kurse në universitet ne përballemi me ushtrime të niveleve të tjera. Më shumë është dhe defekti i librave të përkthyer që ndonjëherë ka dhe gabimet e to, dhe ne nuk arrim dot që ta merrim dhe thelbin e ushtrimit. Ridi, si duhet i qasesh një problemi për ta zgjidhuret? Atëherë, siç janë thënë dhe mësuesit dhe pedagogët tanë, si fillim do ta lexojmë me vëmendje një herë ushtrimin, qoftë një herë, dy herë, qoftë edhe 5 herë. Mjafton ta kuptojmë çfarë kërkon një ushtrimi dhe më pas të mendojmë për zgjidhjen e tij. Të shikojmë me kujdes hapat, të mendojmë çfarë formule, çfarë rrugë zgjidhje duhet të gjejmë për të arritur në përfundimin e atij ushtrimi. Më thuaj një nga teoremat më të dashura për ty. Nga teorema më të dashura. Ester? Teoremat më shumë janë të dobishme se sa të dashura. Të dashur në kuptimin që ta rikujtojmë edhe një herë, domethënë të dobishme. Okej, të dobishme, cila është më e dobishmja? Ka shumë të dobishme, por më elementare është teorema e Pitagorës. E Pitagorës. Po. Domosdoshmërisht të gjithë duhet ta dinë, pavarësisht se studioni apo jo matematik, teoremin e Pitagorës, si e mendon? Drejt me thënë, sa mund t'i duhet njeriu të zakonshëm një teorem Pitagore në jetën e përditshme? Varet nga drejtimi që ai ka zgjedhur, por është një teorem që merret që në fillore, kështu që është praktikisht teorema e parë që me cilën përballet çdo njeri. Po. Pavarësisht se çfarë rrugë ndjek në jetën e tij. Po. Po gjithsesi duhet për të përdorur çfarë? Për çfarë? Teorema e Pitagorës konkretisht përdoret në gjeometri. Në gjeometri. Po. Për? Për të gjetur prinjen e një trekëndshi. E trekëndshi. Hipotenuzën. Po, sinusi dhe kosinusi ju duhet të gjithëve në jetë? Jo, dhe aq besoj. Ja. Jo. Si e mendon ti, Irin? Mendoj se jo, kjo është arsyeja pse çdo kush në universitet më pas ndjek atë degë që e ndjen veten më mirë. Pra çdo kush duhet që të mbajë mend apo të di ato çfarë atij hyn në punë apo çfarë i pëlqen. Nëse marrim shembull sinusin, kosinusin, dikush që do të studiojë për shembull psikologji, këto nuk kanë përse ti hyn në punë, janë diçka që nuk ka rëndësi. Mirë, tani unë dua të them pak tek eksperjenca juaj tek Olimpiada. Më thatë që keni pasur mundësi të komunikoni edhe të kontaktoni me bashkëmoshatarët tuaj që vini nga vende të ndryshme, kryesisht nga Turkmenistani, Greqia, Maqedonia, Bullgaria, Rumania. Në komunikimit që patët me njëri tjetrin, cilat ishin ndryshimet në kurrikulet akademike? Nëse mund të themi të çonit bisedën deri në nivele të tilla. Kryesisht cilat janë bisedat që shkëmbyhet me njëri tjetrin, Redi?
Kryesisht domethënë për jetën domethënë në shtetin jetën studentore, dhe eksperiencën universitare të tyre, si janë dukur vitet e tyre të studimit, kryesisht për çfarë degë studioni. Kishim aty inxhinier? Në fakt ishte kryesisht fushë matematike. Matematicient. Po. Dhe kryesisht shumica ishin pasionuar pas asaj degë, domethënë e pëlqenin vërtet matematikën. E kishin zgjedhur me dëshirë. Po, e kishin zgjedhur me dëshirë. Kryesisht ishin student viteve të para, të dyta, kishin përfunduar studimet bachelor. Edhe pas bachelorit, nga viti i parë, i dytë dhe i tretë, kishte edhe nga masteri. Po pritshmëritë e tyre, cilat ishin nga kjo olimpiadë? Pak pritshmëritë e tyre ishin vërtet shumë të larta. Të larta. Sidomos Turkmenistani, studentët e Turkmenistanit nga bisedat që ne bëm, duke qenë se kishin dhe mundësi për ekskursione, ata vërtet kishin shpresonin që do merrnin çmimet e para dhe ishin shumë të sigurt që do të ishin në çmimet e para. Por kush i fitoi çmimet e para? Turkmenistani kishte të përzierë, por Turkmenistani mori më shumë çmime, si të treta, si të dyta, si të para, ishin studentët që morin më shumë. Dhe ata kishin marrë pjesë dhe në shumë eksperienca të tjera ndërkombëtare, kurse për ne kjo ishte era e parë që marrim në një pjesë në një olimpiadë ndërkombëtare. Kjo ishte një sfida e parë për ju. Pra, këta student ju bën përshtypje më shumë, Po, sepse ishin shumë si të ishte sigurt. sistemi i tyre akademik? Bachelor? Pra, bachelor, pastaj master, si ishte sistemi i tyre? Paka shumë i njëjtë me tonë? I ngjashëm, paka shumë i ngjashëm. Mirë, flasim pak tani për pjesën tjetër pas olimpiadës, ë? Atëherë, ne kishim mundësi të zhvillonim disa ekskursione, për shembull në Voskopoj, në Pogradec, që edhe studentët e huaj të familarizoheshin me Korçën, me kulturën e saj. Sa ditë qëndruan ata në qytetin e Korçës? 5 ditë, 4 me 9 mars. 4 deri 5 ditë, më thënë, 5 ditë, gati 5 ditë, aha. Zhvilluam, siç thash, ekskursione në Voskopoj, në Pogradec, ku ata u njohën më shumë me kulturën e Korçës, por gjithashtu ne u mësuam më shumë me ata. A mendoni që ndoshta në një të ardhmen ju do të bëheni pjesëmarrës në olimpiada të tjera ndërkombëtare, se tani e ka përzyer atë themi sfidën e parë, e provuat në vende të tjera? Duke qenë Keni se pritshmëri për të bërë pjesë olimpiadave që ndoshta zhvillohen, besoj Olimpiada 20 do zhvillohet ndoshta në ndonjë vend tjetër, pa diskutim në vende të tjera? Po, kjo olimpiadë na familiarizoi më shumë me mënyrën se si zhvillohet një e tillë, dhe në vitet në vijim patjetër që do marrim pjesë në olimpiada të tjera që do na shërbejnë në rrugtimin tonë akademik. Erin, me kë krijove më tepër miqësi? Kishte edhe, domethënë, studentët nga Bullgaria, duke qenë se shumica ishin ndjepur nga Bullgaria dhe Rumania, kishin ardhur më shumë vajza dhe me ato arritëm që të komunikoni më shumë. Arritët ju të merrnit një informacion të përgjithshëm se cilat janë universitetet më të mira ku janë edhe dega që ju studioni? Ndoshta për një të ardhme, për të menduar një pas universitar, Redi? Cilat janë, morët informacion cilat janë universitetet ndoshta në Ballkan, po dhe përtej? Po patjetër, biseduam domethënë në lidhje me degën tonë, si zhvillohej atje, nëse kishte njohuri ose informacion në lidhje me degën tonë të studimit, domethënë informatike. Dhe ndoshta universitetet të cilat Po, ata i përshkruanin universitete mjaft të mira, që domethënë që vërtet të përgatisnin në karrierën tënde pas universitare, domethënë në gjetjen e punës më pas. Patjetër, për të përfshirë tregun e punës, se ky është edhe themi infiniti juaj, kështu quhet? Apo jo? Mirë, sa mendoni se si student ekselent keni mbështetjen e duhur jo vetëm nga universiteti? Pra çfarë kërkon një student ekselent për te njohurive që merr? Një student ekselent, sidomos në degën tonë të inxhinierisë informatike, më shumë kërkon praktikën, kështu që neve na interesojnë më shumë internshipet që mund të zhvillojmë pas përfundimit të bachelorit. Na nevojiten shumë internshipet për të praktikuar. Për të praktikuar. Si e shihni të ardhmen, Redi? Është ende shpejt, Është ende shpejt, ne jemi akoma viti i parë. 3 vite ikin shumë shpejt. Po mendoj domethënë pas përfundimit të studimeve, mendoj që mund të vazhdoj edhe master më vonë në nivel
ta që në nivel më tjetër degën time studimet, dhe më pas të përgatitem edhe më shumë për tregun e punës, duke bërë praktika të ndryshme. Irin, ndodh shpesh që studentët e degës tuaj, që është një degë shumë e kërkuar, të përfshihen në tregun e punës ende pa përfunduar studimet. Keni pritshmëri të tilla? Po, pse jo, madje edhe që në përfundim të vitit të parë neve kemi marrë një informacion që është i nevojshëm për ne, dhe nëse na krijohen mundësi punësimi apo dhe thjesht praktika që ne mund të punojmë në disa vende, është vërtet diçka shumë e mirë, sepse ne arrim që ato informacione që kemi marrë t'i zbatojmë. Jo vetëm sidomos kur bëhet fjalë për tregun online, që është një treg ka shumë mundësi punësimi, dhe dega që ne kemi është një degë shumë e gjerë dhe ne mund të gjejmë mundësi punësimi në shumë vende. Mirë, tani dhe një pyetje të fundit kam. Ndoshta bashkëmoshetarët tuaj që janë të njëjtën degë mund të shprehin një dëshirë për të marrë pjesë në një olimpiadë. A mund të marrë pjesë çdo kush në një olimpiadë? Qoftë edhe për të sfiduar veten? Sigurisht çdo kush ka mundësi të marrë pjesë në këtë olimpiadë. Çdo kush që ka pasur matematikën, lëndën e saj, matematikën, algebrën për cilat bëhet fjalë dhe olimpiada, sigurisht ka mundësi të marrë pjesë në këtë olimpiadë. Të vëdet provave të jenetit. Kishim student shqiptar përveç Universitetit të Korçës që morën pjesë? Po, kishte nga Universiteti i Tiranës, i Durrësit, po. Këto ishin dy universitetet që u përfaqësuan në këtë olimpiadë. Kishim student shqiptar që morën çmime? Jo. Shqipëria nuk u vlerësua me asnjë çmim, me asnjë medalje. Do të thotë duhet punë akoma, kërkohet punë akoma. Unë ju uroj shumë suksese, ju falenderoj dhe ne do të ndjekim tani një grup intervistash me student të huaj. Kolegja Eftir Lafili ka intervistuar disa student të huaj pjesëmarrës në këtë olimpiadë. Ata kanë ndarë opinionet e tyre, disa prej tyre janë edhe fitues të disa çmimeve. Do ndjekim këtë grup intervistash dhe do të presim dy studentet të tjera pjesëmarrëse në këtë olimpiadë, por që studiojnë në degën e matematikës. Kemi matematicien të mirëfillt. Do të falenderoj Redin, do të falenderoj Esterin, edhe Irinin, ju uroj shumë suksese dhe ju mirëpres për të ndarë natyrisht çdo aktivitet apo çdo arritje tuaj në këtë degë, e cila është një nga degët e reja të Universitetit të Korçës, po dhe që është përqafuar shumë nga të rinj. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit. My name is Lupo Kozet. I'm from the Romanian team, from Iași. I'm from Gheorghe Astafi. Jam nga Rumania, për mua ishte hera e parë që merrja pjesë në kompeticione të tilla dhe nuk e dija se çfarë më priste. Olimpiada ishte e strukturuar mirë. Matematika nuk është orientimi im, por unë u përpoqa të bëja më të mirën. Më pëlqeu shumë liçeni i Pogradecit. Ka një ngjashmëri mes kulturave tona. Është hera e parë që vi këtu dhe mund të them që krijuam miqësi të reja. Contests before. Hi, my name is Arakielu. I'm representing Technical University of Cluj-Napoca. I'm in first year of Jam studente në vitin e parë në Universitetin e Poka në Kluj të Rumanisë. Studioj për shkenca kompjuterike. Isha në dieni prej kohësh për Olimpiadën dhe jam këtu falë mësuesit tim të matematikës. Ai më kërkoi t'i bashkohesha skuadrës për Olimpiadën. Bëra një intervistë në ditët e konkursit. Ishte pak stresuese, por tani jam më e lirshme. Olimpiada ishte e vështirë, por mund të them që jam krenare për veten dhe për shokët e grupit. Nuk i dash grupit aq shumë sa doja t'i jepja, por jam krenare që fituam 2 medalje bronci. U përgatitëm shumë. Ndihem e mbështetur kur bën kaq shumë miq në të tilla kompeticione. Është shumë e bukur të ndash të njëjtat interesa. Jam e lumtur e krenare. U kënaqa shumë. Korça është një qytet i bukur. Mund të shikosh kudo kulturë që nga njerëzit e deri tek dyqanet e vogla, ushqimi dhe muzika. Ishin shumë të këndshme. Do të kthehem sërish dhe do të vizitoj Bregdetin shqiptar. Do të flas me miqtë e mi dhe do të planifikojmë një udhëtim në Shqipëri. Bëra një udhëtim të shkurtër edhe në Voskopoj. Mora shumë informacion dhe kalova kohë cilësore. Hello, my name is Corbian Tudor. I'm representing the Technical University of Cluj-Napoca. I'm in my first year. Jam student në Universitetin e Poka në Kluj të Rumanisë. Studioj në vitin e parë për shkenca kompjuterike. Ishte një eksperiencë e vlefshme. Më pëlqeu shumë atmosfera dhe jeta sociale në universitet. Konkursi ishte i vështirë. 2 prej nesh morën medalje bronzi. Ka një ngjashmëri mes kulturës shqiptare dhe rumune. Unë ndjeva shumë mirë. Në Korçë ka shumë jetë sociale. Ky kompeticion ndihmoi zhvillimin tim individual, po edhe punën në grup. Come here to participate.
Albania is very beautiful places and we Jam nga Turkistani. Më pëlqeu që shpenzova kohë në Shqipëri. Njerëzit buzëqeshin dhe janë shumë miqësor. Punova fort, por munda të marr vendin e dytë. Jam krenare që çova një medalje në shtetin tim. That's why I am so happy. Hi, I'm Nikola Ivanova from Bulgaria, the Technical University of Gabrovo. Jam Nikol nga Bullgaria. Olimpiada ishte organizuar shumë mirë, por për mua ishte e lodhshme. Korça është një qytet i bukur. Vizituam vende të ndryshme me grupin e studentëve nga Rumania dhe Bullgaria. Vizitova edhe Pogradecin, pash nga afër liçenin dhe malet. It was fascinating view, like the lake, the mountains. Jemi rikthyer në studio me dy studente të tjera, pjesëmarrëse në këtë olimpiadë ndërkombëtare. Lediana Dallo është studente në vitin e parë matematik fizik. Lediana, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që ju kemi në studio. Faleminderit edhe për ma kënaqësi. Dhe vajza tjetër është Claudia Koleci, ajo është studente në vitin e parë për matematik informatik. Faleminderit që pranove ftesën. Vini më njëherë pas një eksperiencë të bukur. Ishte e bukur për ju? Po, shumë e bukur. Edhe sa e bukur aq edhe sfiduese për ne, sepse edhe viti i parë, siç e thanë edhe studentët e tjerë, ishte pak e vështirë. Ishin këto gjërat kështu. Lediana, ju vinit me eksperienca të tjera olimpiadash? Po, kam marrë pjesë në olimpiada të ndryshme. Domethënë në shkollën e mesme. Në shkollën e mesme flasim, po. Kryesisht në këtë lëndje fokusuar në olimpiadë, në matematika? Në matematik, fizik disa herë. Matematik, fizik. Si kanë qenë rezultatet e tua në olimpiadat e mëparshme, që sigurisht kanë qenë të një niveli tjetër? Po, kemi punuar gjithashtu edhe në përgrupe, kjo na ka ndihmuar edhe shumë sepse shkëmbenim idetë, shkëmbenim formulat, kurse kjo ishte pak më shumë individuale dhe si hera e parë që provonim veç secili nga ne, eksperiencë shumë e mirë mund të them. Deri ku ja dole tek ushtrimet? Pra unë nga grupi i parë i studentëve kuptova që ishin gjithsej 4 ushtrime, megjithse duken një numër i vogël, ju ishte lënë në dispozicion 5 orë. Sa arritet ti çoje ushtrimet deri në fund? Domethënë shumica në ushtrimeve mundoheshim t'i zgjidhnim edhe nga ato që kishim parë, edhe që na kishin përgatitur profesorët, sepse ata punuan shumë me ne. I çonim deri në një farë pike, por që duhet të punonim më shumë akoma, sepse ka të bëjë shumë kohë zgjatja edhe po nuk zgjidhe shumë ushtrime, nuk arrin dot ti zgjidhësh të gjitha. Claudia, mendon se ju duhej më shumë kohë para përgatitje për të bërë pjesë e olimpiadave të tilla? Ajo varet edhe nga personi, sepse disa njerëz mund të mësojnë brenda 2 javësh që ne kishim kohë përgatitje, disa njerëz mund të mësojnë një kohë më të gjatë ose edhe më të shkurtër, domethënë varet me çdo student edhe si e ka mënyrën e menaxhimit të tyre kohor për pjesën e mësimit. Unë personalisht nuk u futa në olimpiadë për të arritur diçka, po thjesht për ta parë si një eksperiencë, sepse edhe për mua ishte herë e parë që ishte një olimpiadë ndërkombëtare, edhe tani që pash mënyrën e ushtrimeve, edhe që po mësojmë edhe mënyrën e zgjidhjes në shkollë në semestrin e dytë. Po mendoj gjithashtu që pse jo të marr pjesë vitin tjetër në këtë olimpiadë që ndoshta mund të marr një çmim ose të arrit diçka më shumë. Pra synon më lart. Po. Si thuaç tani e kuptove ato rrugën që ndiqet. Po, pra ishte sa për një eksperiencë, domethënë që ta shikonim pjesën e, domethënë si ishte rrugtimi, siç e tha edhe një student më përpara që shikonin pjesën e rrugtimit dhe jo destinacionin. Kryesisht cilat ishin ushtrimet më të vështira, në cilat sa lloj matematikash bëni, se ju jeni në degën e matematikës? Ne konkretisht bëjmë algebër, analizë, gjeometri analitike, gjeometri elementare, këtu janë matematika, po. Më pas është anglishtja, domethënë që bëj këto është pjesë e matematikës, fizik që bëjmë, edhe informatik, këto lëndë bëjmë neve, domethënë. Pra janë disa lloj matematikash. Ku ishin përqendruar kryesisht ushtrimet nga ishin marrë? Nga algebra dhe nga analiza. Nga algebra dhe analiza. Mendoni që fakulteti ku ju studioni, deka që ju studioni, i ka, të themi, pikat forta këto dy lëndë? Po, sigurisht që i ka, sepse edhe pedagogët janë shumë të mirë në mënyrën e tyre të shpjegimit, edhe lëndët janë... Pra mendoni që janë metodistë? Po. Shumë të mirë që ju kanë... Po, janë të mirë, domethënë këta pedagogë që kemi janë sinqerisht shumë të mirë, edhe për pjesën që na kanë ndihmuar të, domethënë ku të përballemi domethënë me çfarë ushtrimesh edhe gjëra të këtilla.
Për pjesën e algjibrës dhe analizës, pavarësisht se janë të vështira, unë mendoj se kishin pak më të vështirë sepse ishte herë e parë dhe jemi dhe viti i parë dhe shumica e studentëve ishin nga viti i dytë ose dhe viti i tretë nga ata që vinin jashtë dhe besoj këtu ishte vështirësia numër 1 për ne. Pavarësisht se, siç thash edhe më përpara, ishte thjesht një eksperiencë dhe ishte gjë e mirë që morëm pjesë edhe në qoftë se nuk arrinim dot diçka. Claudia, vjen nga eksperienca të tjera? Olimpiadash? Kam marrë pjesë thjesht në një olimpiadë në shkollë të mesme, po jo në nivel ndërkombëtar. Ishte një olimpiadë që vetëm arrita fazën e parë në nivel shkolle. Po, në nivel shkolle. Në nivel shkolle. E kishe provuar, po ishte vetëm thjesht një eksperiencë po. E izoluar, ta konsiderojmë kështu. Ju vini nga shkolla? Nga Themistokli Gërmenji. Nga Themistokli Gërmenji. Dhe e diskutuam pak edhe me grupin tjetër, cilat janë hendeqet që ekzistojnë mes një kurrikule të një shkolle të mesme dhe një shkolle të lartë? Mund të them që nga shkolla e mesme direkt në shkollë të lartë është e vështirë për studentët e matematikës ose fizikës, sidomos edhe të inxhinierisë informatike, pse jo, sepse kanë hishur shumë gjëra nga kurrikula e gjimnazit. Po të marr një shembull, limitet më përpara merreshin në gjimnaz dhe tani nuk merren më, edhe në momentin që ti shkon në universitet, gjëja e parë që merr në analizë janë limitet. Limitet. Që do thotë ju nuk njiheni fare me limitet në shkollën e mes, as në shkollën nëntëvjeçare? Jo, as pak. Po të marrë edhe një shembull tjetër, në momentin që jam përgatitur për pjesën e maturës shtetërore në lëndën e matematikës, nga viti 2006 tezat kishin ushtrime, si të them, me limitet ose me vazhdueshmëri dhe kurrikula që isha në gjimnaz konkretisht nuk kishte asnjë ushtrim të këtillë. Të kësaj natyre. Jo. Që do thotë këto janë vështirësitë e para që ju hasni kur në momente kur jeni ulur në bankat e universitetit, apo jo? Po. Të njëjtën mendim ndaj edhe me shoqen, sepse kemi vënë re shumë shpesh që kemi shumë boshllëq që ishin nga gjimnazi, jo vetëm pjesë e matematikës, po edhe fizika shumë e vështirë, pavarësisht se edhe pedagogët tu mundohen të na shpjegojnë sa më shumë, sa më thellë, në mënyrë që ne t'i kapim në mënyrë logjike, sepse ne dimë që matematika dhe fizika janë gjitha logjik dhe jo të mësosh përmendesh. E kuptoj. Po që kemi fatin e mirë që pedagogët na ndihmojnë shumë, edhe mësuesit e gjimnazit e kanë bërë të tyre, domethënë na kanë ndihmuar kush e ishte ose kush e kishte bazë matematikën dhe fizikën e ndihmonin akoma dhe më shumë dhe u jepnin në sa më shumë materiale që të mësonin. Por siç dihet ka të bëjë edhe nxënësi tek e fundit. Tani ju studioni për matematik dhe sigurisht nesër do të jeni matematicianë të ardhshëm. Është ai truri që ne themi inteligjenca, ajka e inteligjencës në Shqipëri dhe sigurisht që pritshmëritë janë shumë të larta tonat për ju. Çfarë keni vënë re duke patur parasysh që teknologjia tani natyrisht po avancon me hapa galopante, a e shihni inteligjencën artificiale si një rrezik për matematikën? Unë personalisht as pak. Sepse inteligjenca artificiale në një farë mënyrë dhe të ndihmon për të bërë disa ushtrime më shumë ose për të shpjeguar një temë që ndoshta ti nuk e di, ama nëse ti nuk ke një mësues ose një pedagog përballë që ta shpjegoj me emocion atë që i pëlqen të shpjegoj, nuk ke për ta kuptuar kur matematikën. Pra, ti mendon që profesionin e matematicianit nuk e kërcënon inteligjencën artificiale? Jo, edhe për faktin sepse nëse marrim inteligjencën artificiale ChatGPT që ka dalë kohët e fundit, ka gabime. Do me thënë, unë kam bërë një prove dhe thjesht jam futur të kërkoj në lidhje me disa ushtrime për analizën, edhe ma nxirrte gabime dhe kur i thoja atë që më ka shpjeguar profesorja, pastaj dilte sakt. Do me thënë, ka gabime dhe nuk besoj se ka për ta kaluar në një profesionin. Pra qenia njerëzore është më së nevojshme prezenca, themi e saj. Po, shumë. Lediana, si e sheh ti? E ke provuar? Po, e kam provuar, sepse ChatGPT tani është bërë shumë e përhapur. Është pjesë e jona. Unë mendoj që kemi pak kërcënim brezi jon edhe poshtë, sepse ne nuk mundohemi ta vendosim vetë logjikën në këtë pjesë, po direkt ja çojmë ushtrimin ChatGPT-s dhe ajo direkt e nxit. Le të jetë gabim, le të jetë saktë dhe prandaj mendoj që është kërcënim për ne, jo për profesionin si mësues apo për matematicien vetë. E para është sepse vjen me hapin e parë të shkojmë drejt saj. Për ta zgjidhur. Dhe nëse ka gabim, ne nuk e dim nëse ka gabim apo jo, edhe thjesht e paraqisim ashtu dhe ashtu e mësojmë dhe do një periudhë shumë të madhe kohore që ne ta largojmë atë mënyrë që na ka mësuar ChatGPT-ja. Dhe prandaj që mendoj që është pak kërcënim. Si shkoi ndarja e eksperiencës me bashkëpunëtorët tuaj, pjesëmarrës në Olimpiadën ndërkombëtare?
Personalisht ishte shumë eksperiencë e mirë, sepse kisha mundësinë të flisje me student nga jashtë për mënyrën se si kanë kurrikulën jashtë ata shkollore, si kanë mënyrën e të mësuarit, mënyrën e të ngriturit në mësim, kur i thonë. Unë personalisht... Pra metodat e mësimdhënies në mjediset e tyre akademike, po? Duke pasur parasysh faktin që kishte shumë student nga jashtë, kishim një mundësi shumë të mirë për të folur me ata dhe për të marrë pjesë, domethënë informacione të ndryshme se si mësonin këtë lloj lëndë. Kishte shumë student domethënë për pjesën e matematikës, kishte edhe disa për inxhinierin informatike. Pra, kishim student që studionin mirëfilli për matematikë? Po. Për matematikë kryesisht nga cilat vende ishin? Kishte nga Rumania, nga Bullgaria dhe Turkmenistani. Këta ishin kryesisht domethënë për matematikën. Pastaj vendet e tjera kishin ndërthurje inxhinieri informatike, matematik fizik ose matematik informatik. Këta ishin dhe të themi studentët më të fortë që themi shpalosën ato aftësitë e tyre gjatë olimpiadës. A morët kërkuat një informacion pikërisht për universitetet të cilat e themi kanë prioritet matematikën? Unë personalisht edhe di që Rumania ka universitete shumë të forta, po. Në fushën e matematikës? Në fushën e matematikës, po edhe të fizikës edhe të ndërthurura, do me thënë edhe për pjesën e masterit, Rumania ka disa nga universitetet më të mira për pjesën e astrofizikës. Astrofizikës, shumë interesant. Do me thënë edhe si vend është me mendje të ndritura, kur i thonë. Ka shumë student që studiojnë në shkolla privilegjoze dhe që janë universitetet tepër të mira. Lidiana, ke ti një matematicien idhull? Po, kam Emma Noether, është një femër e cila ka bërë të zhvillohet akoma dhe më shumë teoria e saj në algebër. Ajo është imja, e preferoj domethënë edhe nga mënyra se si shpjegon të gjërat e saj, edhe për kohën që ishte si femër që luftoi për atë që donte, për matematikën. Është një idhull. Po mund të na tregosh në një ndaj me publikun në një teorem të bukur matematikore? Teorema kam shumë nga analiza, nga algebra, këto janë ato teoremat më të mira dhe më të forta, mendoj unë që i përdorim edhe më shpesh ne dhe që na duken edhe më të lehta, mendoj. Përveç teoremës së Pitagorës, si tha grupi i parë i studentëve, cila është një teorem që pavarësisht çfarë profesioni keni jetë, në një moment mund të na duhet? Tani, teorema Pitagorës edhe mund të përdoret në jetë, sepse mund të marrë një shembull shumë të thjeshtë. Në qoftë se ti duke kaluar me makinë diku në një rrugë do zgjidhesh në mënyrë më të shkurtër. Edhe kjo është pak a shumë teorema e Pitagorës që gjen brinjën më të gjatë, domethënë të trekëndshit nëpërmjet dy brinjve të tjera, por gjithashtu është edhe rruga më e shkurtër. Ama teoremat e tjera më së shumti përdoren në qoftë se ke zgjedhur profesionin e matematikës ose fizikës. Teorema ime e preferuar është teorema e unicitetit të limitit, quhet, edhe tregon faktin që një funksion ka vetëm një limit dhe nëse ka dy, domethënë nëse dalin dy limite nuk mund të ketë limit në një pikë të caktuar. Unë jam totalisht e shpërndarur sepse nuk ka qenë lënda ime e preferuar, absolutisht as në shkollën e mesme, as në shkollën e lartë, edhe kështu që i dëgjoj me shumë interes. Mirë, ne do të ndjekim tani një tjetër intervistë me doktor Adrian Naçin. Ai është kryetar i shoqatës së matematicienëve në Shqipëri dhe lider i ekipit kombëtar që përfaqëson Shqipërinë në olimpiadat kombëtare dhe ndërkombëtare. Ishte kënaqësi që ai u bashkua kësaj olimpiade e që ishte pjesë në grupin themi organizator të kësaj olimpiade. Do ta ndjekim këtë intervistë marrë sërish nga kolegja Eftiola Fili dhe rikthehemi sërish me vajzat në studio. Mendojmë se organizimi i deri tanishëm, pavarësisht se jemi dhe një ditë akoma nga dita e ikjes së studentëve dhe liderave të tyre, mendojmë se ja kemi arritur qëllimin dhe njëkohësisht kemi kaluar dhe pritshmëritë si event i parë, si aktivitet i parë për studentët universitarë në Shqipëri. Mendoj që pjesa më e rëndësishme ka qenë standardi i olimpiadës, pra është përzgjedhja e testit. Dita e testit është shumë e rëndësishme, krijimi i gjithë standardit dhe kushtet për studentët dhe njëkohësisht pjesa e koordinimit, që është finalizimi i gjithë performancës dhe gjithë arritjes që mund të ketë një student.
Mendoj që feedbacku ka qenë shumë i mirë, ai është shprehur edhe nga liderat dhe njëkohësisht shoqëruesit, po dhe nga studentët. Po kështu të gjitha kanë shijuar Korçën. Korça është një vend mikpritës, është djepi i kulturës dhe i civilizimit dhe një përfaqësues shumë i denj për Shqipërinë. Kështu që mendoj ata e shijuan këtë jo vetëm si student, si pjesëmarrës në Olimpiadë, por mendoj që largohen me përshtypjet më të mira, të cilat do t'i konsiderojnë që të vinë përsëri këtu në Shqipëri dhe në qytetin e Korçës, tashmë si vizitor ose si miq. Edhe si pjesë e jurisë, u keni pa dhe rezultatet, si ka qenë niveli këtyre studentëve në këtë olimpiadë? Niveli i studentëve ka qenë shumë i lartë dhe një tregues i tillë është edhe fakti që 2 prej studentëve kanë marrë pikët absolute, që do thotë kanë marrë perfect score, e themi në gjuhën tonë, por ka pas edhe rezultate shumë afër pikëve maksimale që mund të marrë. Kjo do të thotë që është arritur qëllimi, pavarësisht se edhe ka një vështirësi, qoftë në përzgjedhjen e ushtrimeve, problemave apo edhe në përzgjedhjen e testit. Por gjithmonë studentët janë sfidues dhe ja kanë arritur kësaj. Claudia, si e shihni veten pas disa vitesh si një matematiciente? E shihni në fushën e mësimdhënies, e shihni se jo, duke përdorur logjikën një matematiciente e pasur, si e shihni veten? Unë nuk e shoh veten në fushën e mësimdhënies, as për pjesë mësuese i gjimnazi ose as për pjesë pedagogjie. Më ka pëlqyer gjithmonë kërkimi shkencimor, Kërkimi shkencor. Po. Edhe mua më pëlqen më shumë pjesa e fizikës, pavarësisht se janë futur në ide matematik, informatik, po pse jo për shembull të mbaroj këtë bachelor dhe për master të vendos diçka më shumë që ka të bëjë me fizikën, domethënë janë thjesht eksperjenca jete. Personalisht më pëlqen astrofizika. Astrofizika. Po, edhe synoj shumë fort që pas disa vitesh ta shoh veten në një universitet prestigjos që ndoshta mund të bëj disa kërkime shkencore dhe të ndihmoj shumë shkencëtar të tjerë, domethënë për pjesën e astrofizikës. Pra, shumë shpejt mund të kemi në grupin e elitës shqiptare. Pse jo? Në fakt, meqense e përmende, me çfarë merret astrofizika? Me studimin e universit. Studimin e yjeve, galaktikave, primat e zezë. Po. Lidiana? Edhe unë të njëjtën si shoqë, mendoj që të mbaroj bachelorin me ndihmën e mësuesve, pse jo, sepse kemi shumë përkrahas gjithmonë, edhe do të doja që edhe unë të bësh ndoshta pedagoge një ditë, më pëlqen shumë. Pse jo, në fushën e mësimdhënies. Po, do doja edhe të vazhdoja edhe një master shkencor, më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë astrofizika, si edhe shoqja, na pëlqejnë të dyjave njësoj. Pra do të merrem me studimin e universit, pse jo, me studimin e universit. Ndërkohë që tregu është një treg shumë i hapur dhe ju krijon hapësira dhe mundësi. Një student matematike a mund të përfshihet lehtësisht në tregun që sot të themi ka dhe kërkesa të larta? Sidomos në tregun online? Mundet ta gjej veten një student matematike? Një student matematike do bëj edhe pak informatik. Edhe dega matematik fizikës bën informatik. Në qoftë se një student matematike pëlqen edhe pak lëndën e informatikës, mund të gjejë një punë shumë kollaj në lidhje me programimin ose me web development, siç janë këto gjitha karrierat e reja që po kërkohen tani, domethënë në fushën e teknologjisë. Edhe më vonë, në qoftë se ka mbaruar master ose edhe vazhdon për doktoratur, mund ta kapi atë lloj pune që dëshiron. Pra, edhe unë si synim, pavarësisht se kam astrofizikën, mua do më duhet të gjej një punë tjetër për momentin sa të kap themelet, kur i thon. Pra, e sheh veten në profesionet shumë të kërkuara sot në tregun online, që janë profesionet për rit vërtetës që kanë edhe pagesa të mira. Tani, dua t'i rikthehem pak, pse zgjodhët ju fushën e matematikës? Ka qenë arma juaj e fortë qysh në shkollën e mesme, apo ka qenë një preferencë e familjes, e zgjedhje rastësishme? Ka qenë më shumë preferencë e familjes, gjithashtu edhe një rastësi e vogël, sepse nuk mendoja kur veten time në matematik fizik dhe gjithmonë kam qenë nga prirjet më shumë kimi, biologji. Kjo ishte pak. Megjithatë je në fushën e shkencës sërish. Po ishte pak rastësi. Edhe dy anët. Claudia, je penduar ti për zgjedhjen që ke bërë? As pak.
Për mua ka qenë preferenca ime, do me thënë nuk më kanë detyruar për as edhe një gjë prindrit. Unë vitin e parë në gjimnaze kisha të vështirë, do me thënë edhe që ta ambientohesha të gjitha këto gjërat, edhe për pjesën e shkencave nuk është se isha fort mirë. Do me thënë unë jam ajo lloj studenti që vit të parë, vit të dytë gjimnaz, matematikën mund ta kisha 5, edhe tani jam konkretisht në universitet për atë deg. Thjesht më ka pëlqyer shumë si lëm pavarësisht se unë nuk punoja. Do me thënë ndoshta ajo që thon profesorët, që studenti është i qetë, po me pak punë mund të arrish çdo gjë. Thjesht ke pasur ti një model matematicienti? Kur ke filluar ta duash fort matematikën? Unë kam pasur si motivim profesoren time të fizikës. Të fizikës. Që është edhe drejtoresha e shkollës Temistokli Gërmein konkretisht. Ajo më ka motivuar shumë sepse unë thjesht rastësisht e zgjodha fizikën si lëndë me zgjedhje në vit të tretë, edhe gjithashtu e dash edhe si provim me zgjedhje. Ajo më ka motivuar dhe do me thënë kam arritur edhe këtu ku jam tani dhe nga mbështetja. Shpesh motivimet e tilla bëhen shkak edhe për zgjedhjet e profesioneve, është sa e çuditshme po aq e vërtet. Kështu ka ndodhur me ty. Po. Pikërisht. Mirë, e shihni veten si pjesëmarrëse në Olimpiadat e ardhshme? Po. Të kësaj ere jo vetëm si një eksperiencë, por edhe pak si sfidë. Edhe pak si sfidë. Besoj se Universiteti i Korçës do të vazhdoj të themi traditën e zhvillimit të Olimpiadës Roke Shkencën. A mendoni se ju si student mund të përfshiheni dhe në Olimpiadat kësaj natyre? Po, patjetër se po. Do me thënë, si që thash edhe më përpara, pavarësisht se viti i parë është pak i vështirë se duhet edhe ta mjetohesh edhe të marrësh pjesë edhe në Olimpiadë është një gjë shumë e madhe, do me thënë për një student të vitit të parë. Po pse jo në vit të dytë ose në vit të tretë që ke më shumë informacione, ke më shumë njohuri, ke më shumë mënyra, do me thënë se si të mësosh lëndën e matematikës, pse mos marrësh pjesë, do me thënë është prap një eksperiencë dhe një mundësi më shumë edhe për të gjetur një vend pune. Nga duhet ja fillosh ta mësosh një lëndë si matematika? Për një që do të sprovoj veten. Unë besoj se ka të bëj thjesht, do me thënë, pasioni që ke. Shumë njerëz thonë që duhet jesh i prirur në matematikë, mos e të tha gjëra të këtilla. Unë mendoja veten sikur nuk isha e prirur për matematikën, por më pëlqente shumë si lëndë. Edhe thjesht me pak punë, me pak shtytje, me pak mbështetje kam arritur edhe këtu ku jam. Për të nisur, për të mësuar diçka si matematika, se matematika është fakt, duhet të lexosh faktet. Kjo është gjë, do me thënë, thjesht të lexosh, të punosh shumë, të bësh ushtrime, nuk është si lëndët e tjera që duhet ti lexosh mbi 5 herë disa paragrafe që ti mësosh përmendesh. Matematika duhet thjesht, do me thënë, të mundohesh të mbash mend disa teorema ta zëm, pas disa kohësh ato do t'i kesh në majtë të gishtave, kur i thonë. Lidiana, the që vjen nga eksperienca të tjera në Olimpiad, po në momentin kur u ballafaqove me studentët e tjerë, si e ndjeve veten? Si që kishim punuar edhe me pedagogët, si shash më përpara, në fillim u mundova që të flisja dhe me ata dhe të kuptoja eksperiencat e tyre dhe aty u ndjeva pak keq me thënë të vërtetën, sepse kuptova që ata dinin më shumë se ne dhe ishin nuk ishte pothuajse asnjë nga viti i parë, ishin gjithë viti i dytë, gjithë që kishin eksperjenca akoma më të mëdha, edhe nuk e di tani. Ata kishin qenë pjesëmarrës dhe në Olimpiadat tjera ndërkombëtare? Nëse për ju kjo ishte eksperjenca e parë, ata e kishin provuar këtë dhe në vende të tjera? Po. E kishin provuar në vende të tjera. Kryesisht në cilat vende janë zhvilluar Olimpiadat ndërkombëtare? Në Greqi ishin zhvilluar. Në Greqi. Në Rumani, më duket. Po. Pra, këta student vinin edhe ishin në vendet ku kishin qenë organizatorë të këtyre Olimpiadave. Ju e shihni veten si pjesëmarrëse të ardhmen? Po. Po. Do guxoni? Po, ta provoni. Mirë, ne ju urojmë shumë sukses atëherë. Shumë faleminderit. Ju falenderoj që ndat këtë përvojë. Besoj përveç Olimpiadës ju keni krijuar dhe miqësi. Po, me disa nxënës, po. Me disa studentë. Po. Besoj keni dhënë mundësinë që të njihen me kulturën shqiptare, duke shëtitur në vende ndryshme. Ata kanë dhënë edhe ata mundësinë që të njihemi me kulturën e tyre dhe se si e kanë, domethënë, çdo gjë që bëjnë në lidhje me matematikën më së shumti. Se ata pavarësisht se mësuan nga kultura shqiptare, më së shumti aty ishim të gjithë studentë matematikës dhe për atë kemi folur më shumë nga çdo gjë tjetër. Matematika ka qenë objektivi kryesor, qendra kryesore e bisedave. Mirë, unë ju falenderoj shumë
dhe ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit ju dhe shumë faleminderit. Mirë, ne ishim me një grup studentësh pjesëmarrës në Olimpiadën ndërkombëtare të matematikës që u zhvillua pak ditë më parë në qytetin e Korçës. Ndam përvojën e tyre dhe natyrisht është bukur kur sheh të tillë të rinj që e duan fort matematikën dhe që natyrisht nesër do t'ju shërbej si pjesë e punës së tyre të përditshme. Ne bashkë do të rishihemi sërish të njëjtën në mbrëmje, gjithmonë në orën 20:30. Natën e mirë.